Po përkthejmë nga Sri Swami Shivananda Sarasvati Gurudev, natyra e Zotit. 1. Zoti është burimi i të gjithë universit, i të gjithë vedave, diturisë dhe gjithçka e tjetër. 2. Zoti është në gjithçka, përshkon gjithçka. Është esenca e pavdekshme e gjithçkaje. 3. Zoti është komplet dashuri, dituri dhe lumturi. Lumturi që nuk ka nevojë për gjë tjetër, pra është vetë lumturia. 4. Ai i jep fuqi dhe dritë mendjes, intelektit dhe shqisave. 5. Ai është në gjithçka, në të gjitha gjërat, dhe gjithçka është tek ai. Ai është si brenda dhe jashtë gjithçkaje. Mban gjithçka dhe përshkon gjithçka. Çdo gjë që ekziston, pra është në Zot dhe Zoti i përshkon atë. Pra Zoti është si brenda dhe jashtë gjithçkaje. 6. Të gjithë gjërat e vdekshme janë hije. Zoti është e vetmja substancë reale e përjetshme, e pavdekshme. 6 kjo. 7. Paqja, lumturia, perëndia, shpirti, krijuesi, përjetësia janë sinonime, terma, pra është e njëjta. 8. Perëndia është jeta dinamike, shpirti, burimi dhe përmbajtja e gjithçkaje. 9. Perëndia është e vetmja shkak eficient, operativ i botës, por është edhe shkaku i materialit, gjithashtu. Pra shkaku i ka krijuar atë, po është edhe i materialit, i të dyjave. Pra 9. Perëndia nuk është vetëm shkaku eficiencë i botës, por edhe materiali gjithashtu i saj. 10. Në perëndi apo përjetësi, në të vërtetën e përjetshme, ju nuk mund të keni në një diferencim, si për shembull shumë specie të ndryshme, apo në shumës, trupa të shumës, trupa të ndryshëm, apo ndarje të brendshme. Pra në perëndi gjithçka është një. Nuk ka atje ndryshimi midis krijesave apo tjetra, është vetëm një. 11. I përjetshmi, krijuesi suprem, të cilin shkollarët e ndryshëm i japin epitete intelektuale, të cilat nuk janë as pak të vërteta. Para 11. Krijuesi suprem, të përjetshëm, është pa identitet. Megjithëse të diturit i japin atij në emër të intelektualit të tyre epitete të ndryshme, që nuk janë as pak të vërteta. Pra Zoti është matan gjithçka përshkrimi, sido që ta përshkruajmë ne atë, Zoti është matan asaj. Nuk e përshkruan dot Zotin.
12. Perëndia nuk është diçka abstrakte fizike. Është gjë komplet dhe më realja krijesë. Pra themi ne shpesh, nga që nuk e shikojmë, nuk ka perëndi, apo nuk është shuar, nuk është ashtu. Edhe njërë 12. Perëndia nuk është abstrakte fizike, gjithçka e padukshme. Është komplet, plot dhe më realja krijesë. 13. Ai nuk ka ekspresion, nuk shfaqet. Jo sensation, nuk ka shqisa, nuk ka uri, apo hetje, nuk ka dëshira, në kuptimin e esenceve të pasionit. Pra si që përshkruajnë ca kështu dhe ashtu ka thetë ndryshme që përshkruajnë se ka dëshira, ka këtë dashuri, shkoj Zeusi me këtë, dhe nuk është, Perëndia është malltan të gjithë shqisave edhe mendjes dhe intelektit. 14. Mendimet e Zotit janë intuitive. Ai shikon të gjitha njerëz. I shikon të gjitha një. E bukur shumë kjo. Edhe herë kjo, shumë e bukur. Mendimet e Zotit janë intuitive. Ai shikon të gjitha njerëz dhe i shikon të gjitha në një, të plota. 15. Drejtuesi i mendjes, intelektit dhe i shqisave nuk është tjetër përveç të dashurit, të dhimbshurit, të mëshirmallit Zot. Ai është zotruesi i brendshëm i këtyre shqisave. Gjashtëdhjetë. Zoti është komplet, plot. Ai është i vetë plot. Nuk ka nevojë ta plotësoj Zotin në gjë. Zoti është i plot. Është pa një të dytë, pra vetëm një ka si Zot, vetëm një është Zot. Është i përhershëm në paqe, i përhershëm, i lumtur, i kënaqur dhe nuk ka dëshira tek ai. 17. Zoti përshkon të gjithë universin. Ai është shpirti i kësaj bote. 18. Zoti është banuesi në zemrën tuaj. Ai shikon të gjitha mendimet. Prandaj asnjë nuk mund ta mashtrojë dot atë. 19. Zoti është